Ky alert I kushtohet situatës së post vitit të ri, pra ndrimit të viteve, nuk ka lidhje me festat, por me temperaturat e ulta, të cilat shkaktuan një sër problematikash në qarkullimin rrugor, bashkë me një numër të lartë gjithashtu edhe aksidente. Kryesisht ishin pjesa, nuk duam ta lidhim temën me situatën, pra që e kemi trajtuar shumë herë në fakt të aksidenteve, pakujdesit, problematikat e drejtuesve të mjeteve të tjera, por në raport me sigurinë rrugore në stin të veçantë dhe konkretisht dimrit. Një ndër problematikat shqetësuese në gjykimin tim, por ndoshta edhe të ekspertëve, është edhe situata në cilat ne mbajmë makinat në periudhë të ftohtë dimri, ku një pjesë shumë e vogël e shqiptarëve mund të njohin detyrimin e përdorimit dhe rëndësinë mbi gjitha përdorimit të gomave të dimrit, pavarësisht ku jeton në 100 apo 300 metër mbi nivel detit apo në 700 metër mbi nivel detit, gomat e dimrit do të jenë një detyrim ligjor, por mbi gjitha janë detyrim ligjor, dhe mbi gjitha një siguri për ne. Nëse mund ta ndihmojë edhe regjia, nëse shohim pamjet e autostradës rrugës Kombit të datës 2 janar, janë një seri aksidentesh pra të ndodha njëra pas tjetrës, numër I madh automjetesh të përfshira në aksidente në një vend ku nuk ishte as rreshje bore në fakt, por vetëm ngric për shkak të shiut ose rreshjeve të shiut në borë dhe që kishin ngrirë, kishte një autobus, kishte një furgon për cilin u tha sapo kaloi në pamje që ishte ambulancë, por ishte në fakt një furgon I vet koncesionarit. Atë ditë gjysmë ore para kam kaluar edhe vet në atë rrugë dhe sigurisht kishte ngrica në rrugë, më pas kishte filluar edhe bora në pjesën e Oroshit e deri në tunel. E që fatkeqësisht në atë moment nuk ishte asnjë borpastruese në rrugë duke hedhur kri. Po përveç kësaj, situatat janë nga më të ndryshmet, kemi bllokime, po në ato data pas vitit të ri, bllokimi për orë të tëra e aksit rrugor nga Qafthana, po themi deri në Elbasan, automjetet që kanë mbetur bllokuara për afro 8 orë në mos gaboj për shkak të situatës punimeve në rrugë, është I gjithë aksi kantier ndërtimi për shkak të ngricës të shkaktuar po në ato ditë. Gjithashtu kemi pasur një tjetër aksident po për shkak të situatës së motit në Lezhë, në fakt një aksident I rëndë ku humbi jetën një çift bashkëshortësh, por pra nuk dua ta lidhem situatën me aksidentin siç ishte I ditës sotme tek ura e Dajlanit apo I datës 1 janar me 3 viktima në Tepelen, por sepse ato janë kryesisht për shkak pakujdesisë drejtuesve të mjeteve, të shpejtësisë e tjera apo gabimeve në trafik, por për shkak të elementeve të sigurisë, elementeve të cilat ne na bëjnë të jemi më të sigurt në rrugë. Do të prezantoj 3 ftuarit. Kam zonjën Ariana Hasani, është përgjegjëse e sektorit mirëmbajtjes rrugëve në drejtorinë e mirëmbajtjes rrugëve në autoritetin rrugor shqiptar. Mirë se vini në alert. Kënaqësi që u kam studio. Zoti Fisnik Ziçishti është shef sektor dhe ekspert I sigurisë rrugore në Akademinë e Sigurisë. Mirë se vini. Mirë se u gjithë kryekomisar. Dhe inxhinier Fatmir Hasho është ekspert I sigurisë rrugore. Kënaqësi që u kam në studio. Mirëmbrëma, faleminderit. Kohë pa u parë bashkë në emisione. Unë bëra një përshkrim të situatës ditëve të fundit